Lasivita është një person që është paguar si strategjist, dhe Berisha e ka përdorur një profesionist, ta quajmë, se nuk e di sa është profesionist, se varet, duhet edhe ta shohësh. Po nga presidenti në Amerikë po flasim me qenë se në Amerikë janë angazhuar shumë veta. Ai është një prej atyre. Një ndër, po, patjetër. Nuk e di se sa pesh ka po aty në atë rezultat, dakor. Megjithatë çëndsi ka e marrin mirë qenë që është një strategjist i caktuar elektoral. Ai është ka ardhur këtu në Shqipëri, është dhe pika tjetër pse se sa është dëgjuar. Në rastin kur ka ardhur, por është një person që është paguar për atë punë. Berisha është përpjekur ta interpretojë atë si një mbështetje nga Trumpi. Unë kam thënë edhe më herë në ekskursionin në emisione të tjera, sepse njerëzit prisnin që do të çaj efekti, çaj impakti do ketë. Impakti është zero. Po ti shikosh sot shqetësimet kryesore të shqiptarëve sipas sondazheve, nuk lidhen fare, s'kan pikë në lidhjes me non gratën e Berishës. Ata që kanë votuar ose nuk kanë votuar Berishën, nuk e kanë fut fare tek lista e shqyrtimit faktorin non grata ose jo. Nuk ka qenë ky problemi. Nuk ka ndikuar fare thua? As se ka ndikuar, Berisha praktikisht është marrë jashtëzakonisht shumë me diçka dhe ka shpenzuar, me sa duket. $6 milion energji, para etj. Varet si janë shpenzuar, kush i ka paguar etj, po ka shpenzuar shumë energji, kohë, para etj. Për diçka për cilën shqiptarët nuk e çanin kokën fare. S'ka pas pikë në rëndësisë. Ka qenë po aq e parëndësishme sa pasaporta europiane e Edi Ramës. Po kjo pjesa e lobimit që i doli në kulmin e fushatës elektorale, ndikoi thua? Nuk kanë gjithë dinë që në Amerikë lobohet për këtë gjëra, nuk shoh në po mirë, në sensin që ku i gjeti opozita gjithë to para, kanë një dyshimi, s'ka transparencë, jakta janë gjithë njësoj, pse ta votojnë, në këtë sens e kam. Dakor, këtu i vetmi problem është ky që ti mendon, domethënë kur e shikon këtë gjë, ti thua që thjesht konstaton që Berisha është duke e fut kot. Është duke harxhuar energji për diçka që nuk është e rëndësishme për shqiptarët. Kaq. Pik. Po se ku i gjeti, si i gjeti etj. Nuk ka një lloj rëndësie të madhe. Për aq sa është e ligjshme. Dhe ajo është e ligjshme sepse është deklaruar transparent etj. Domethënë që nga ky moment nuk ka një lloj rëndësie si është ashtu. Këtu çështja është që thjesht ka harxhuar kohë, energji, ndoshta edhe para, shumë para. Është investuar kohë në gjëra drejtime. Është investuar për diçka që nuk është e rëndësishme për shqiptarët, por është e rëndësishme për atë vetë. Po. Do të duket sikur meraku kryesor i Berishës ka qenë heqja non gratës, jo fitimi i zgjedhjeve. Natyrisht nuk është kështu. Ai do kishte dashur të fitonte. Por është fiksimi i Berishës që ta ndiqte këtë gjë dhe e ka ndjekur. Praktikisht nuk i ka hyrë në punë për asnjë gjë. As nuk i ka prish punë, se nuk mendoj që dolën kontratat dhe shqiptarët u skandalizuan nga fakti që Berisha pas ka pagu disa lobist në Washington. Këtë gjë e bën gjithë. Me shumë gjasa dhe procesi i dënimit, i vendosjes non gratës Berishës, bërë pikërisht përmes një procesi të tillë. Ndoshta edhe ilegal, me sa duket nga Megonigali e tjerë. Ka nga ata demokrat, edhe pse janë të pakt, që edhe këto orë vazhdojnë ndoshta të besojnë apo të ëndërrojnë një mosnjohje të mundshme të rezultatit nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndoshta me anë të një deklarate, domethënë që kontestohet në një farë mënyra e procesit zgjedhor, diçka e tillë. Nuk ka për të ndodhur. Nuk ka për të ndodhur. Nuk kanë aq para të gjithë shqiptarët bashkë sa ta detyrojnë Amerikën që të bëjë këtë gjë. Se vetëm me para mund të bëhet. Në momentin që, domethënë, Amerika mund. Se janë hedhur $6 milion. Po, nuk mbaron punë me $6 milion. Me $6 milion ti shkon i jep dorën e takon Trumpin edhe harxhon 30 sekonda. Kur nuk ke burime të tjera, po kur do ta blesh vetëm me lekë. Por nuk mund ta politikën e jashtme amerikane nuk e ndikon dot me $6 milion. Ose edhe më tepër për të marrë një hap aq të rëndësishëm. Është çështje e seriozitetit vetë administratës, pavarësisht kush është Trumpi e kushdo tjetër. Por nuk ka për të ajo nuk ka për të ndodhur. Është nuk e pres. Jo vetëm që nuk e pres, domethënë, po edhe nuk ka ndonjë arsye që të ndodhi. Sepse parregullsi ka, por nuk janë aq sa të shpjegojnë rezultatin. Nga numërimet e deri tanishme, sigurisht koalicioni Euroatlantik i Lulzim-Bashës nuk është se ka marr vota, duhet thënë. Por nga rezultati që mori Berisha, a mendon se ai është i çliruar tani më përballë demokratëve?
Basha është i mbytur dhe po thot po shikon. Siç është i gëzuar, po shikon dikën nga sipërfaqja që po mbytet edhe ai. Domthon kjo është gëzimi i vetëm që mund të ketë Basha. Jo, jep të drejt vetes. Në thoshte Berishas. Drejt vetes për çfarë? Berisha. Që Berisha do ta merrte në qafë po don. Po. Edhe çfarë i bën kjo? Jo, mirë. Jep kënaqësinë që ja unë ja u thash. Po, është vërtet, të lloj kënaqësie mund t'ja u japi, po për çfarë i vlen tashmë Bashës kur mund dalin nga këto zgjedhje me 10.000 vota? Ka plot që janë të kënaqur nga ky rezultat i Berishës. Po, patjetër, edhe brenda PD-s. Për shembull, edhe aktivistja Evi Kokalari që ka qenë shumë prezente me reagimet e saj kundër. Po, çdo kush që është armik i Berishës. Çdo kush që është armik i Berishës është shumë i kënaqur me këtë rezultat, është e qartë. Jo vetëm Rama, domethënë po edhe ata brenda. Madje unë besoj që ka edhe brenda PD-s janë të kënaqur. Po shiko, ka edhe raste për shembull si Dashnor Sula që jo, është legjitim të jetë i kënaqur sepse mbeti jashtë listave. Patjetër, e dëgjova në një emision dhe duke qartë se ishte i kënaqur. Pavarësisht se nuk e thot atë gjë, po ishte i kënaqur. Mirë, po ka edhe një farë të drejtë. Patjetër, është mlefi personal gjëja. Po unë mendoj që gjithë ata që kanë dalë të parët nëpër këto primare dhe nuk janë përfshirë në listat e mbyllura, patjetër që kanë ndjerë një lloj kënaqësie. Mund dikujt ndoshta Berishës mund t'i duket perverse, po është kënaqësi. Kënaqësia e desi ja çfarë ndodhi me që nuk u respektuan primaret për shembull. Që mbetën jashtë listave ata më të votuarit e primareve, se edhe kjo ka koston elektorat për shembull. Po, një lloj ndikimi edhe mund ta ketë pat. Por nga ana tjetër ka diçka që jo domosdoshmërisht edhe ata që do futeshin nga primaret, do të ishin të preferuar të publikut. Mirë, patjetër, po përderisa dolën më të votuarit e një procesi. Po dolën më të votuar nga demokratët. Po pra nga demokratët, po që janë figura më të pëlqyera e kanë fjalën në. Edhe kjo përkthej, po. Nga demokratët. Po pra nga demokratët, se demokratët si votohet dikush nëpër primare? Është dikush i cili ka mundësi, ka pushtet brenda partisë. Po jo, po pse Ilir Ali Mehmetin pse votuan demokratët? Ilir Ali Mehmeti, Jorida Tabakun janë dy raste që janë pak më specifike, sepse janë votuar jo thjesht sepse kanë luajtur në ato lojrat e pushtetit, aty të brendshme, lojrat e pushtetit brenda PD-s, por edhe sepse njerëzit i respektojnë, i vlerësojnë. Por i duken njerëz me integritet. Patjetër. Por në pjesën më të madhe kur votohet nëpër partitë politike në Shqipëri, votohet me numra. Ti voto për këtë, unë do votoj për atë në këmbim, do më bëhen pazare, të thjeshta fare. Dhe jo domosdoshmërisht dikush që votohet dhe merr votat e demokratëve, është një person që nesër pas nesër do të pëlqehet nga fundit i ke rastin më të qartë fare. Berishën, që është i pari që është votuar nga demokratët për qenë kryetari i Partisë Demokratike, dhe ja ku është rezultati. Këtë gjë po them. Patjetër që idealja do të ishte ashtu që demokratët votojnë dikë që do t'i përfaqësonte më mirë. Por kjo është idealja. Kur vjen në praktik, aty pastaj zgjedhjet bëhen praktikisht në tavolinë. Domethënë, ti voto për këtë se unë do votoj, unë t'jap kaq vota këtu ti më pa ty se unë do shpërblet ty me këtë unë etj. Domethënë, ashtu siç negociohet për zgjedhjet e përgjithshme, ashtu negociohet edhe aty, vetëm se jo me vende pune, por me favore shpesh edhe aty në tavolinë. Tani, ishte një ndër faktorët e këtij rezultati dërmues të Partisë Demokratike edhe lista që bëri Sali Berisha për zgjedhjet. Listat. Ka bërë zgjedhjet duke u përpjekur që të ruaj balancat e brendshme brenda partisë. Domethënë llogaria e atij ka qenë kjo. Un humb më tepër vota nëse supozojmë e lej në listën e hapur Ali Mehmetin, se sa do të humbja nëse do leja në listën e hapur Flamur Nokën. Kjo ka qenë llogaria që ka bërë Berisha. Pra, a qëndrojnë 4 arsyet. Po e mora si shembull për këto dy persona, 4 arsyet e humbjes që ka vënë Dashnor Sula, meqense e përmendëm. Qëndrojnë lufta e shpallur ndaj Spakut. Mungesa e meritokracisë me listat. Po, në raport me procesin e primareve. Mund t'i kishte bërë listat edhe Berisha vetë, gjitha dhe mund t'i kishte bërë ndryshe dhe mund t'i kishte bërë mirë. Siç i ka bërë më përpara. Kur janë bërë listat, në PD është vërtet gjithmonë si ka dash Berisha. Ta ka thënë edhe Edi Paloka doli dhe tha atëherë që i kemi mbush kutijat për Lulizim Bashën se kështu tha Berisha. Domethënë po bënte autokritik. Kështu është votu, kështu janë caktuar gjërat në këtë e dim. Po mund të kishte bërë mirë se Berisha futi edhe kopin 2005-ën. Përdori si instrument, futin qeveri njerëz të rinj atë kohë që ngjallnin një lloj shpresë besimi etj. Duart e pastra që duket se janë atëherë fitore. Kështu që varet, dhe ka një gjë në politikën shqiptare, po të marr, mfal, se ndërpreva. Në politikën shqiptare ç'a ndodh? Ti po të marrësh dikë të hajrit të mirë,
një person me integritet, me kështu ta fusësh ta hedhësh në luftën politike të brendshme, në ato pazaret e brendshme, nuk del kurrë në sipërfaqe. Nuk fiton dot. Sepse sado i mirë që tjetë, kur të vi punat përplaset me krerët lokal, me këta, me deputetin, me këto, ata që kanë që zotërojnë dhe janë mjeshtra të raporteve të pushtetit dhe trafikut të influencës brenda Partisë Demokratike, këta nuk kalen. E vetmja mënyrë që ti të marrësh dikë të mirë, ta fusësh aty brenda dhe ta vendosësh në maj, shpikërisht ta bësh siç e bën Berisha paradoksalisht. Ta marrësh edhe ta emërosh, ti do jesh kështu, siç e ka bërë. E ka bërë në 2005 kështu e bëri.